Në ditën ndërkombëtare të gruas 8 mars, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin dhe kontributin e tyre në shoqëri. Kreu i qeverisë tha se vajzat dhe gratë janë të përfshira në gjitha nivelet e vendimarrjes dhe kjo sipas tij është merit e Partisë Socialiste. Nëse sot ka shumë më tepër vend për gratë dhe për vajzat në të gjitha nivelet e vendimarrjes, por edhe në të gjitha hapësirat e jetës aktive, kjo i detyrohet në radh të parë një emrit vetëm Partisë Socialiste të Shqipërisë. Dhe nëse ne përpiqemi ta matim Shqipërinë me vendin që i ka rezervuar gruas, atëherë unë mendoj se i gjithë progresi në zgjerimin e hapësirës për gratë është në fakt pasqyrë kuptim plot e vetë progresit që ka bërë Shqipëria. Votën u kërkoi në 11 maj, duke thënë se do të jetë një koqire të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sa i takon listave të cilat me 12 mars duhet të dorëzohen në KQZ, kryesocialisti deklaroi se në fushë do të hedhin burrat që të mbledhin mandate, ndërkohë në listat mbyllura do të ketë gra e vajza, por edhe djem të rinj që do t'i bashkohen Partisë Socialiste. Në vigjilje të një sfide shumë të madhe që Shqipëria ka, jo Partia Socialiste. Partia Socialiste ka barrën e saj të pa shmangshme në këtë sfidë. Por në 11 maj Shqipëria ka një sfidë. Ka sfidën për të mos humbur as një minutë në një proces ku rrethanat tonat brendshme dhe rrethanat e brendshme të Europës janë bërë një, dhe për herë të parë në historinë tonë mundësia për të bërë pjesë e familjes europiane është reale dhe është e gjitha në duart tona, në duart e shqiptarëve. Ne, burrat, ata që kanë marrë nga Partia Socialiste mandate, do t'i hedhim në fushë që të meritojnë mandate. Ndërsa, gratë, do t'i ndajmë në 2 pjesë. Gratë që do t'jenë një koqiret e gjithë këtij procesi të 4 viteve të ardhshme dhe që do t'a marrin përfaqësimin e Partisë Socialiste me mbështetjen e të gjithëve ne në pjesën e mbyllur të listave dhe pastaj vajzat që do t'jenë pjesë edhe e listave të hapura. Ndërkohë që në listat e mbyllura, ne do të kemi djem, do të kemi vajza, do të kemi gra, që janë forca e të res, janë forca e gruas, janë forca e një Shqipërie që shikon përtej 2030. Nuk la pa ironizuar koalicionin e Sali Berishës Aleanca për Shqipërinë mallështore, kur tha se janë mbledhur rraqet mashkullore dhe vetmja gjë mallështore aty janë mustaqet e Kujtim Gjuzit. Shikojeni mustaqet e Kujtim Gjuzit dhe aty e keni kartë vizitën e madhështisë së asaj bauleje me rraqe. Ne do të kemi një qasje krejt tjetër.